Radita, a i kështë thënë të birit: "Biri im, e di që e futur thellë në punë të randa, po ki kujdes për vetën edhe ma shumë për shokët e tu. Për Sërbin mos u mërzit, veç mos u kërit." Këto nuk janë thjesht fjalët e një babaj, po jehona e brezave të tërë të babalarëve shqiptar, cilët e dinin se jeta nuk jetohet për vetën, po për një qëllim më të lartë. Haxhi Thaçi nuk rriti vetëm një djalë, ai formsoi një udhëhec, një çlirimtar, një njeri që do të qëndronte në ballë të luftës për lirinë e Kosovës dhe vendit e qytetarëve tonë. Vlerat e tij, mësimet e tij, diniteti i tij i heshtur, këto janë forcat e padukshme që udhëheqën Hashim Thaçin të bëhin një shtyllë e historisë tonë kombëtare. Kosova u beku me një udhëhec, sepse fillimisht u bekua me një baba që besonte në detyrën e shenjtë të shërbimit ndaj popullit të tij. Prandaj edhe sot, nga kjo mbledhje komemorative, ku padrejtësisht dhe fatkeqësisht mungon Hashim Thaçi, ne përcjellim ngushëllimet dhe përshëndetjet më të sinqerta atij, duke i thënë: "President, ashtu si dhe populli i Kosovës, baba yt ishte krenar me ty gjithmonë."